الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahut i lutem me emrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të larta, që të jemi gjithë pjesa e asaj mirësie për cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përgëzuar duke thënë: sa herë që besimtarët mblidhen në një shtëpi për shtëpive të Zotit për të lexuar Kur'an ose për të përmendur Allahun, mëshira e Zotit derdhet mbi ta për jetën qetësi shpirtërore, me lajket i mbulojnë me krahët dhe me flatrat e tyre, e siç janë në tokë, Allahu i përmend atje ku është ai, qofsha unë dhe qofshi ju, dhe qofshin ata të cilët po ndjekin këto momente pjesë e kësaj mirësie të Zotit. Amin. Siç edhe kemi bërë traditë në këto net të mërkurave, ditëve të marta, ne rrim për të parë pyetjet të cilat janë të rezervuara nga vëllezërit ose nga motrat, por edhe vëllezërit që janë prezent këtu, nëse kanë ndonjë pyetje, mund ta bëjnë pyetjen direkt. Inshallahu taala. Po e nisim me një pyetje çuditshme, faktikisht edhe unë qëllimisht do ta publikoj dhe faqen, sepse dua që njerëzit të jenë kujdesshëm. Faqja e paska emrin La ilaha illallah. Mirë po, paska horoskop islamik në thojza brenda. Muaji juaj i ditëlindjes, citimi juaj islam. Pra si mas muajit edhe thot, ke lindur në janar, ke lindur në shkurt, ke lindur në mars, ke lindur në prill, ke lindur në maj, ke lindur në qershor, ke lindur në korrik, në gusht, shtator. Për çdo muaj ta ka pru nga një si ta themi, një parashikim me fjalë, edhe motivim tip islam, Allah islamik, ke parasysh me ta bot tamam, me ta bot besueshme. Dhe fatkeqësisht këto lloj faqesh janë shtuar shumë. Tani po visha për në xhami pashi faqe, e i Zotit më thash, po këto më las lot dhe vujtje dhe lot, e i Zotit. Alhamdulillah. Nëse gjithsesi cili ka drejt të vojë lloj faqe, po them si u shkon mendja, ke parasysh. E rëndësishme. Kështu që nuk ka horoskop me ngjyra islamike, ne besojmë se fati, caktimi i Zotit, vullneti i Zotit nuk është i lidhur me këto lloj gjërash, me këto lloj parashikimesh. Njeriu duhet bëj çfarë duhet bëj, detyrat e tij si njeri, ndërkohë që ne e dim se çdo gjë ecën sipas asaj që Allahu xhallahu ka përcaktuar për gjithë secilin prej nesh. Po ne jemi të obliguar të bëjmë detyrat tona si njerëz, si krijesa të Zotit, kashi Zotit, kashi krijesave, kashi vetes, kashi familjes, e kështu me radhë. Kështu që larg këtyre njerëzve dhe larg emrave të bukur që mund të kenë emra Allah islamik. Emrat Allah islamik nuk e bëjnë produktin të sakt sipas islamit. Pse janë emra Allah islamik me kuptimin me aromë islamike, nuk e bëjnë mallin e shitur të vërtet apo të sakt apo informacionin e sakt. Kemi gjetur napën e cila është përdorur për të vdekurin në shtëpinë tonë, domethënë është e tezës së vjerrit tim. E ka mbajt vjera, tani vjera ka vdekur dhe ne e gjetëm në sirtarin tek rrobat e vjerrit. Çfarë të bëjmë me të dhe cili mund të jetë motivi pse e ka mbajt vjera ime? Ditën e gjykimit do ta morim vesh sepse e ka mbajt vjera jote. Se dim. Ndërsa çfarë të bësh me të, ose çfarë të bësh me të, duhet me e djeg. Urgjentisht duhet me e djeg. Mirë do ishte të futet në ujë të kënduar, ai ujë të kënduar po pati dhe diçka brenda, siç është uthull apo kripa, mirë do ishte, po s'pati s'ka problem. Edhe pastaj të digjet, edhe pastaj
të digjet. A është i saktë hadithi që thotë kush lutet për besimtarët dhe besimtarët, merr për secilin për tyre një shpërblim. Shekh Albani, Allahu mëshiroft, e ka bërë hadith hasan, pra thot hadith i pranueshëm. Kur thot o Allah fali besimtarët dhe besimtarët, Allahu jep për çdo besimtar dhe besimtar shpërblim dhe sevap. Faktikisht ne këtë e bëjmë çdo tehiyat. Në tehiyat çfarë themi ne? At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bekimet e Zotit qofshin mbi ne dhe mbi të gjithë robët e mirë besimtarë të Allahut. Kështu që a e prishin sekrecionet e bardha abdesin tek femrat. Kemi dhënë disa herë këtë përgjigje, por duke qenë se është hall tek motrat tona, i përgjigjemi sërish, nuk prishet abdesi. Dhe përsa i përket thot ciklit menstrual, a llogaritet se ka përfunduar cikli menstrual, nëse akoma, domethënë ka disa rryma të kafta apo të zeza, llogaritet që ka mbaruar, edhe pse ka akoma rryma dhe fije. Pra gjithë koncepti është në momentin që femra pastrohet me shenjën e saj, që është sekrecioni i bardhë apo i verdhë, apo me mungesën e sekrecionit, po e ka me ditë, ajo di që ka që ditë zjatë, këto rrymat që ndodhin mbrapa, që mund të ketë, nuk quhen menstruacione, kështu që nuk ka se lloj problemi. Kam një motër që shpesh herë shkon nëpër falltore dhe ka pasur edhe për një nip timin. Ai ka qenë i smur nga zemra, disa herë u smurte dhe pa ta shku dhe i pa ta thënë që mos me vepru ashtu. Ndonjë video për këtë lloj situate. Normalisht ne kemi thënë gjithmonë se nuk i lejohet një besimtari, një muslimani apo një muslimane, një besimtare që të shkojnë në për fallxhor, që të shkojnë në për këta njerëz cilët parashikojnë fatin apo gjejnë gjërat e tjera. Të shkosh te këta njerëz dhe të besosh del nga Islami, del nga feja, Zot na ruaj. Të shkosh thjesht për kuriozitet, për qejf, çfarë thot me pak, çfarë thot. Nuk pranohet namazi 40 ditë. Pra situata është shumë problematike, domethënë, nuk ka sens të besosh se Zoti e ditë fshetën dhe askush tjetër përveç Allahut, dhe shkosh te krijesat, mendosh se mund të parashikojnë diçka apo mund të thonë diçka, kjo pastaj është absurde. Foshnja kur flen kam dëgjuar se nuk është mirë ta shikosh, a është e vërtet? Larg budallëve. A duhet ta mbaj sekret fillimin e shtatzanisë? S'ka lidhje. Nëse do me mbaje. Nëse s'do, mos e mbaj, çfarë lidhje ka. Por nuk është se ka diçka të sankcionuar se si veprohet në fillim shtatzanisë. Përgojim quhet vetëm kur i përmend emrin njeriu që s'është prezent, jo, edhe po u dit, pra edhe po u kuptu se për kë po flitet, quhet përgojim. Edhe në qoftë se dihet se për kë po flitet, pa emër. Ne e dim për shembull që roja e xhamis ka këtë sjellje, për shembull po them. Edhe pse s'ia përmendin emrin, gjithë e kuptuan që po flitet për rojën. Dhe quhet përgojim. Pra nuk është kusht ti përmendet emri. Në momentin që dihet se për kë po flitet dhe ai nuk është prezent, këtu ke hyrë tek përgojimi. Nëse jam udhëtar dhe futem në rekatin e dytë me xhamat, a duhet plotësoj vetëm një rekat dhe të jap selam apo duhet fal 4 rekate? 4. Sepse kush lidhet mbas imamit rezident venali, duhet ta plotësoj si imami. Pra, nëse ti je udhëtar dhe u futet në rekat fundit, duhet bësh edhe 3 rekate të tjera sepse i lidh mbas imamit venali. Nëse e prekim qenin me dorë, a duhet ta lajmë dorën 7 herë një prej tyre me dhe? Jo.
Kjo funksionon vetëm për enën. Funksionon vetëm për enën. Kam 2 pyetje, thot, nëse vdes gruaja, a del prej nikahut me burrin në qatë moment? Dhe e dyta, a lejohet burri me varros gruan? Ka një mendim tek medhhebet që del nga nikahu gruaja me vdekjen e burrit, apo burri me vdekjen e gruas. Por e sakta është që jo. Vazhdojnë ata të jenë burr e grua, vazhdojnë të jenë bashkëshort dhe bashkëshorte. Kështu që nuk del në mendimin më të saktë të dietarëve argumenti. Pejgamberi sa ka qenë smunjen e vdekjes. Dhe ka pas, domethënë, momente që para se me ardh agonia, pra para ditës fundit që ka ndruar jetë sallallahu alaihi wasallam, ka pas momente që ka kalu dhimbje. Edhe ka shku një ditë në shtëpi, ka shku një ditë është kthyer, domethënë vonë, dhe ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhimbje koke shumë të fortë. Dhe ka gjetë Aishën radhiyallahu ta'ala me dhimbje koke të fortë. Dhe Aisha që thoshte wara sa, vdiqja koka. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, unë tha vdiqja koka. Tha Aisha, mos u mërzit, se po vdiqje tha para meje, do të laj unë, do të qefinosun dhe do të varrosun. Të bo shaka me Aisha, radhiyallahu ta'ala anha. Mirë po, kanë dietarët nga kjo fjalë kanë nxjerrë ligjin, cili është ligji dhe rregulli që vazhdon, se po të ishte me vdekjen prishje kunore, nuk do t'i lejojë burrit ta lante gruan. Në qartë vëllezër? Dhe normalisht tradita e të parëve tanë, domethënë kjo ka qenë, domethënë që kur vdiste dikush, pra grua e lante burri vet, apo kur vdiste gruaja e lante burri i saj, apo kur vdiste burri e lante gruaja e tij. Kështu që kjo gjë është ka domethënë komas ka. Kështu që lejohet që ta preki mas vdekjes, lejohet që ta fusin në varr mas vdekjes e kështu me radhë. Po në një nga medhhebet prishet. Në një nga medhhebet prishet kurora, po nuk është mendimi më i saktë. Këtë xhumë kemi një festë fejese familjare në familjen e gruas dhe kemi lënë gjithë shkojmë në restorant dhe do të vi aty një hoxh. Dhe hoxha thot ta falin xhuman aty në restorant. Jo. Xhumaja falet në xhami, nuk falet në restorant. Xhumaja falet në vendin e përcaktuar si vend për të falë xhumaja, siç është xhamia, ose nëse besimtarët atje ku s'ka xhami kanë marrë një sallë apo kanë marrë një kat pallati kështu me radhë, aty ku është përcaktuar vendi i xhamisë dhe nuk mund falet xhamia këtë javë, këtë xhuma ke ky restoranti, javën tjetër ke restorant tjetër. Kështu që ja ka fut kot me një fjalë. Ne gratë, ditën e premta, a mund të falemi mbasi thirrjet e zani i drekës, apo duhet pretim që të falet një herë xhamia nëpër xhamia, pastaj të falim ne drekën nëpër shtëpia? Jo, me të koha e drekës mund ta falni drekën. Nëse gruaja nuk shkon në xhami, nuk ka lidhje se kur falet në xhami. Falet ke shtëpia dhe je okay. A është ndaluar ta gjujmë ujin e nxehtë në lavaman, sepse na kanë thënë që dalin xhindët, aman në Zotin madh, aman. Aman nëse na çmenën budallënjt. S'më dalin xhindët, si janë xhindët, që lavamani s'pasan punë tjetër xhindët, vetëm aty që lavamani presin ujin e nxehtë. Derë dhe ujin e nxehtë mos e vrit mendjen, e majun qafën time përgjithësinë. Ata kanë thënë nëse derdh diçka jashtë natën, bëj bismillah. Sepse shtëpia është e jote, ja menaxhon ti, ç'pun ka xhini aty, inshallah është aty t'ja derdhësh në kokë. Ti bie i lëkura kokës. Aty s'ke faj, ti je në rregull, je në shtëpi tate, aty po që ai inshallah qëllon aty drejti. Amo kur është puna për jashtë, kanë thonë, duke qenë se ato mund të jenë, nëse bën një veprim bëj bismillah, nëse bën një veprim bëj bismillah. E kam një lidhje me një djalë dhe prej tij jam bërë
besimtare dhe kanë filluar dhe namazin. I kemi takuar gjithë familjen, edhe ato familjen tonë dhe familja jonë ata. Mi po djali u bë disa muaj që i është kthyer kundra familja, sepse unë jam e bardhë ndërsa ata janë racë tjetër, po shqyqy që në gjumë i rast shumë, se ngeli vetëm e kundër të nodhë. Ngeli të refuzu dora bardhë, dorën e zezë. Tani qeka i rast tjetër, diskriminimi racor, që këta nuk pranohen këta se janë dorë e bardhë. Kanë dhe ata racizm, jo vetëm ne, pas kanë dhe këta racizm. Normalisht që hajër inshallah bovë Zoti, me fe këto lloj arsyesh nuk pranohen, kështu që nëse ju të rritë shihni veten me njëri tjetrin, edhe përderisa në fillim fare është dhënë dakordësimi, derisa e zbulun këta origjinën e këtyre që qekan të bardhë, po nuk qekan dora jonë, kështu që lejohet nikahun në këto raste mos e vritni mendin. Hoxh thotë kam dëgjuar se është keq të qepesh rroba mbas akşamit, a është e vërtet? Po, larg budallëve. S'është e vërtet. Kur baba më ka dek, pra me kuptimin kur baba më ka ndruar jetë, mase e kanë qitë xhenazën jashtë shtëpisë, qika e migjës, pra goca xhajes, më ka thonë çu merri do pare, ti ma qiti në një gotë dhe leje në vend babës ku ka qenë ai i shtrint. Pralla popullore. Pralla popullore dhe besytni, pagane. Po pse vjen lekët aty që mos t'hiki bereqeti nga shtëpia, që mos dalin lekët nga shtëpia, se kur iki vdekmi i merr me vete. Çmend, njerëz të çmendur, po, elhamdulillah. Çfarë më po? Desha një pyetje, pse gjithmonë përmendet Fatimia, vajza e pejgamberit alayhis salam, e jo të tjerat? Sepse Fatimia radhiyallahu ta'ala anha është ajo që ka jetuar mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që gjithë fëmijët e tjerë kanë ndruar jetë duke qenë gjallë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kam një pyetje, a është mëkat ta ndërpres shtatzanin sa e marr vesh, sepse më kap një stres, nuk e di si të veproj, nga që i kam 3 fëmijë. Nëse beson Zotin, botën tjetër, Kur'anin, Muhamedit alayhis salam, ti duhet lumturohesh kur merr vesh se je shtatzën. Pse stres? Ku ka bekim më të madh se sa me dhon Zoti fëmijë, ti e edukon, e rrit, edhe vazhdon adhurimi i Zotit, se ti e bo sebeb. Ti ke sjell në jetë dikë që adhuron Zotin, që njeh Zotin, ku ka më mirë? Njerëzit po munohen me lloj-lloj stilesh, me lloj-lloj ndërhyrjesh, me lloj-lloj in vitro, ku dëgjon e tjerë që më ngel shtatzon. Ti thu, kur marr vesh se jam shtatzon, kap stresi. Bë vrap, ti ke stresi. Shkon det, shkon mal. Shko puno tokën, shko puno jarë atje, mill, domate, speca, dali stresin, nxirre stresin diku. Kështu që s'ka lidhje kjo punë. A lejohet që fotot e fëmijëve apo dikujt prej familjes me i vendos në dhomë, në sallom apo diku në shtëpi? Jo, nuk lejohet në Islam. Që fotografit varen, nuk lejohet, sepse nuk hyn me lajket në shtëpi. Siç ka për këtë gjë hadith. Nëse e fali namazin punë dhe jam me djers i papastër, am kuhet, pra am quhet namazi, se ndonjëherë më hin namazi. Falun dhe djersa është e pastër, ku ka më mirë se sa djersa e punëtorit. Nuk ka gjë më të mirë dhe më të dashur te Allahu se sa djersa e punëtorit, që punon me hallallik. Daudi alayhis salam thot pejgamberi sa punonte me djersën e tij, ushqehej me djersën e tij, pra me kuptimin punonte, shiste dhe fitonte. Ku ka më mirë se sa njeriu të punojë, dhe djersa nuk është e papastër në kuptimin fetar, a mund të jetë e papastër në kuptimin e trupor, okay, se duket aromë e ku dëgjon e tjetër, po fetarisht ajo është e pastër. Kështu që mund të falesh pa merak. Nëse një person që jeton jashtë shtetit do të dërgoj lek
kash në Shqipëri, kesh në Shqipëri, dhe në këmbim të kësaj t'jep një sasi lekësh, a konsiderohet kjo si kamat? Jo, s'ka se problem, thomë ço 2.000 euro në Shqipëni dhe t'jep ty 50 euro për shembull. S'ka se problem, s'ka lidhje fare me kamatën, nuk ka fare asnjë lloj neni i kamatës. Bashorti ka 4 muaj që ka ndruar jetë dhe unë shkoj shumë shpesh tek varri i tij. Bëj dua për të dhe më shtohet shumë frika ndaj Allahut dhe e mendoj botën tjetër. Sa herë vizitoj, disa motra më thonë mos shko sepse nuk lejohet. Shko motra ime, ty Zoti shpërbleft që e kujton burrin tat që bën dua për të. Shko, Allahu t'jep sevap, Allahu t'jep shpërblim, kështu që je në rregull. Dhe mos i ngjok këto të mençmet se janë shtu shumë. Nëse udhtoj për një shtet tjetër për të qëndruar kohë gjatë udhëtimit, a lejohet bashkimi i namazeve gjatë udhëtimit, edhe atje nëse rrin dhe se ke bën një jetë të jetosh atje. Në mendimin më të saktë të dietarëve gjithmonë. Pse Zoti i sprovon njerëzit e mirë me sëmundje, kurse të tjerët mund të kenë bërë 1.001 të këqija dhe Zoti nuk i sprovon. Se është Zot, ai din ku e hedh. Ke parti ndonjë njeri që të shkojë të krasisi ferrat, të shkurtoj ferrat, të merret me ferrat, të dizvektoj ferrat, të helmosi ferrat. Keni parë në një ose shkurrët që s'kan frute, ose pemët që s'ka dobi prej tyne. Kështu që ai që është i hajrit, i mirë, i dashur i Zotit, Allahu do që prej ti dalin fruta sa më të mira, jo fruta kotëm-kot. Për këta Allahu e sprovon, e pastron, e dizvekton, e helmon me kuptimin që mos t'i afrohen insektet e këqija. Njeriu si puna bimës është dhe njeriu. Bima që ka rëndësi, i kushtohet rëndësi. Bima që s'ka rëndësi, shatin gyp ose sharën për zjarr. E Allahu nuk do që besimtarët të sharrohen për zjarr, po Allahu xhelle xhelalu i krasit, Allahu xhelle xhelalu i sharton, Allahu xhelle xhelalu i sprovon, pra gjitha këto janë figurative që bëjta unë, se na e kpusin pastaj ato harkistat ose tekfiristat edhe thonë ja çfarë thot ky. Edhe ky është kuptimi, pra, ky është sensi i sprovës. Për këtë arsye, ai që merret me përgatitjen e florinit për shembull, nuk merr çdo gjë, merr fut aty në zjarr, florini qëndron, pjesa tjetër bëhet hi. Edhe e merr florinin e fut në punë. Kështu që edhe materiali i besimtarit kemi ne ca pislliqe, ca papastërti. Na jep Zoti sprovat, edhe pastrohen ato binë dhe del minerali i pastër. Kështu që Allahu sprovon këtë dojë. Po nëse sprovon besimtarin është në të mirë të tij, i përkthehet besimtarit në të mirën e tij dhe nuk është asnjëherë në dëmën dhe në të keqen e tij. Njeriu sprovohet sipas besimit që ka. Ose hadithi tjetër, njerëzit mos provojnë profetët ose më të ngjashmit me profetët. Kështu që është normale që Allahu xhelle xhelalu robën e vet ta sprovojë. Sepse do për vete Allahu xhelle xhelalu. Po e po këto tjerët, o vlla, o motra ime, mos i matni gjërat me parametrat e materializmit. Nuk maten gjërat me parametrat materialiste. Jo pa ai ka boj 1.001 zeza sot i not gjë, po ti tani po e mat me parametra dynjaje. Inna Allaha yu'ti ad-dunya man ahabba wa man lam yuhib. Wa la yu'ti al-iman wal akhirah illa liman ahab. Allahu tha, këtë botë ja jep atyre që i do dhe atyre që nuk i do. Ama besimin dhe botën tjetër nuk ja jep vetëm sa atyre që i do. Që sprova është pjesë e jetës, nuk ka pas provë. Ti mos mendo se ky që s'ka asnjë zez, s'ka sprovë. Edhe i ka sprova dhe vetë, po i ka në një formë tjetër. Dhe sprova e tij më e madhe është mosbesimi. Është sprova e tij më e madhe. Kështu që do të më ndru parametrat e përjetimit gjërave. Na kanë thënë vjetrit
se s'mund t'i mbash në një dorë edhe unaz floriri dhe unaz serme për femrat se është keq. A është vërtet? Larg budallëve se s'ka asnjë lloj argumenti për këtë gjë. Fare. Dohet pyesja për diçka. Kam dëgjuar që kur njeriu ka ditëlindjen, nuk e feston atë, por atë ditë ai person e agjeron. A është vërtet? Jo. Po mirë, ka një hadith të saktë që thotë kur e kanë pyetur pejgamberin sa për agjërimin, sa agjeronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo të hënë dhe çdo të enjte. E kanë pyetur. Ky agjerim i jote o pejgamberi i Zotit. Ka thënë se ngrihen veprat e njeriu për ditë të enjtje. Ndërsa dita e hënta është dita që kam lindur unë. Po jo vetëm një të hënë me datë kaq. Ai çdo të hënë bonte këtë punë. Një në mend. E dyta, nuk na ka thënë këtë gjë. Kush ka jetuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Omeri, Abdullah ibn Abbasi, Mughir ibn Shu'ba. 100, më shumë se 140.000 kanë qenë vetëm haxh me të. A agjeronin këta njerëz ditën e lindjes tyre? Asnjë. Maro historia. Pa ti nuk mund të kuptosh diçka nga feja e Zotit që se kanë kuptuar nxënësit e mësuesit. Sallallahu alaihi wasallam. Jam nga Maqedonia dhe jam e smur nga magjia e zezë dhe tani gjithë farefisi im largohen, madje më thonë që duhet largohemi ne se po të afrohemi ty smuhemi edhe ne. S'kam, shumë e vështirë për të bërë si njerëz në përgjithësi. Nëse dikush është i smur me magji, duhet me largu të gjithë njerëzit se kupton ti me fjalë çfarë imani i dobët në Zot, çfarë besimi i dobët. Ora muslimani ku ti friksohet, Allahut apo xhinëve? Allahut, po ç'është ky muhabet valla? Është dikush i smur me xhinë dhe duhet tremen të tjerët. Ku është besimi? Ku është lidhja me Allahun? Ku është imani? Jam e smur thot nga magjia e zezë, po nga u kuptu që është e zezë. Pse, a ka magji të bardhë, blut, kuqe, jeshile, të verdhë? Magjia e gjitha është e zezë. Magjia e gjitha është e zezë në Islam. Kështu që këta janë çmendurira, mbas çmendurirash dhe çmendurira të ngritura mbi çmenduri. Kështu që nuk lejohet kjo gjë në Islam, të bojkotosh apo të largosh njeriu sepse është me magji. Merr mend o vëlla, llogaritë ti çfarë goditje shpirtënore i jep një të smurit, të provuari me të largu gjithë familja, pse se je e smurti me magji. Po me ky njeriu si duhet të jetojë? A do të animojmë, a do të rrim pranë? Hajtë pa të adërzojmë shejtanëve edhe të merren shejtanët me të. Madje, thot, edhe burrit i kanë thonë që të më largohet. Këta nuk ka kush i arreston, s'ka polici në botë që t'i arrestoj. Se të kisha unë gjë në dorë, gjithë i kisha arrestu. Këta, gjithë. Edhe burrit nëse ngjo fjalën e këtyne. I kisha fut një 8 muaj e 12 ditë në burg. Kur kam filluar të agjeroj, nuk e kam ditur se ditët e ciklit duhen kompensuar më vonë. Çfarë duhet bëjmë me këto ditë? Do të agjerosh të gjitha, edhe pse se ke ditë. Sepse kjo nuk është një çështje që njeriu nuk mund ta mësojë apo nuk mund ta di. Është njësoj si kur thot dikush ka 3 vjet që falem nga poli i veriut. Po pse? Po nuk e di se që do të më drejtu nga qabja. Gjitha do t'i përsërisë, si qeço. Take gjitha. Po pse se kom ditë? Po pyet që me vlla. E do fal namaz, po pyet pra. Edhe këtu, s'ka agjëru se kanë qenë ditët, edhe si ka agjëru mo këto ditë mrapa. Të gjitha, inshallah janë 234 Ramazane. Të gjitha do t'i përsërisësh këto ditë që kanë ngel. Mami më ka dërguar të brendshmet në teqe. Zoti ma, o Zot, qartmerri, o Allah. Mami më ka dërguar të brendshmet e mia në teqe, ndërkohë që unë falem 5 vaktet.
hajër inshallah këshilloje, të pendohet te Allahu një herë, e para gjë, e dyta mos shkoj atje, e treta mos shkoj të brendshme atje, e këto muhabetet e Zotit madh, elhamdulillah. Ndërsa këto të brendshmet, nëse i ke aty ke shtëpia futi në ujë të knum, pastroj me ujë të knum, edhe mund t'i përdorësh, mos e vrit mendin. Nëse vitin që kaloi kemi nxjerr zekatin në janar, a obligohet që edhe vitin që vjen ta nxjerrim në janar? Jo, do ta nxjerrësh 10 ditë para. Pra nëse vjet i ke dhënë me 1 janar, këtë vit do t'i japësh me 20 dhjetor. Vitin e ardhshëm me 10 dhjetor, vitin e ardhshëm me 1 dhjetor dhe kështu duke lëviz 10 ditë çdo vit. A lejohet konsumimi i karkalecave dhe karaço peshku? Ç'është karaço peshku? Se karkalecat e dim. Kapaço, ka shkruar gabim. Ç'a do thot? Krudot. Domethënë pa uskuq. Me vaj dhe me limon, thot, aman se s'kemi hëngër drejk sot vëlla, mos na i kujto këto gjëra të mrekullueshme në këtë darkë mësimi. Lejohet me bismillah ec. Faktikisht, për sa i përket karkalecave ka një mendim. Karkalecat midhjet e këta po do thot nuk lejohet. Po faktikisht mendimi më i saktë është që lejohen me bismillah dhe kështu siç ke thonë ti këtu me vaj ullini edhe me limon. Lene mos e pyet. Thënia bismillah përpara abdesit, nëse kemi harruar në quhet abdesi, thënia bismillah përpara abdesit është vajib, detyrë. Por nëse dikush harron, abdesi është i sakt. Por nëse dikush nuk e tha vet, nuk harroi, po shkoi mori abdes pa bo bismillah, di që duhet më thon po s'tha. Ai quhet abdesi, i quhet. Abdesi është i sakt. Thjesht ka bër gabim që s'ka bër bismillah, por abdesi është i sakt. Kur i kemi fut mes këmbëve për herë të parë, shif çë termi, kur i kemi fut mes këmbëve, kur i kemi dhënë mes këmbëve për herë të parë, a duhet për çdo namaz me i dhënë mes këmbëve? Jo këmbëve, çorapeve ka për qëllim, se si jepet mes këmbëve. Atëherë, për gjitha namazet, kur japim mes, për shembull, morëm abdes mëngjes në shtëpi dhe i dham mes çorapeve në drek. Ti ke drejt që sa herë merr abdes, ti japësh mes mbi çorape. Qartë? Gjatë punës duke punuar me llaç ka për qëllim llaçin që i themi ne, apo kur kemi lyer me ngjyra, dorrasat apo muret, kemi stërpikur krahët dhe vjen koha e namazit, dhe s'kemi pas mundësi me e pastruar, pranohet abdesi? Jo, s'pranohet. Një nga kushtet e abdesit është të preki ujë gjymtyrën komplet. Pra nëse ka ra llaçi këtu, është bosi ishull, do të me e pastru ishullin, edhe të shkoj ujë ku në tokë, ke lëkura, kështu që s'quhet. Nërsa boja është 2 llojesh, bojë që është bojë që ka pelte, kjo duhet heq patjetër. Nërsa boja që është thjesht ngjyrë s'ka problem. Boja që është thjesht ngjyrë s'ka problem. A vlen namazin nëse jepet selam vetëm nga krahu i djathtë, se ka ndodhur një herë që kështu e bëri imami? Po, lejohet. Nëse njëri jep selam vetëm krahun e djathtë, ka dalë nga namazi, mund të çohet. Po më e mira dhe suneti është që t'japin 2 krahut. Por nëse e bën ndonjëherë imami që njerëzit të kuptojnë që kjo gjë lejohet, s'ka asnjë problemi. Këtej nga zona e jugut e kanë një zakon që e varrosin të vdekurin me kostum. Normalisht ne e dim që duhet varrosur me qefin. Po është një zakon që vazhdojnë ta kenë. Si veprohet kur ne kemi konflikte në familje me njerëzit tanë? Në rastet tilla ose rastet ngjashme, është mirë që t'i flitet të vdekurit sa është gjallë.
ti flitet vdekur sa është gjallë. Pra ai ta lej si amanet dhe porosi ta lej me gojë që këtë gjë nuk dua ta mbëhet. Sepse kjo punë pastaj ngjall konflikte në familje, aty është vdekje tani muhabete, hiq kostumin, ja pa ja veshim, ja pa ja veshim, njerëzit shohin, shohin, nuk është e pëlqyeshme. Unë do sugjeroj çdo lloj konflikti që ndodh në rastin e xhenazës, mirë është më u largu përderisa nuk është çështja haram, përderisa s'është çështja gabim i rënd. Nëse është gabim, mirë më është. Kështu që situata të tilla, do thonë ne duhet punojmë përpara se të vim te kjo lloj situate. Po mirë për shembull e veshim me kostumaj. E lan, e veshim me kostum. Është gabim, është gjëna, po në rregull është puna me fjalë kuptim, nuk është se ka dalë kush prej feje për kësaj gjëje. Qartë. Një staf mësuesish ju nisi një pyetje. Hajde, bismillah. Rreth viteve 530 e diçka, 530 diçka është një teori ku thuhet se një pjesë e madhe e botës, ku përfshihet Azia, Europa dhe Lindja e Mesme, ranë në një errësirë që zgjati 18 muaj. A ka ndonjë shpjegim fetar në lidhje me këtë gjë? Unë nuk di që të ketë ndonjë transmetim për këtë gjë, po kjo është, si më thënë, një dukuri shkencore. Nëse vërtetohet, e vërtet. Sa dukuri shkencore mund të ndodhur në vitin 538 përveç kësaj dukurie, tani Islami nuk ardh libër historie, as arkeologjie. Në momente të caktuara ka dhënë sinjale që njerëzit kuptojnë më vonë, mas 1000 vjeç, mas 1500 vjeç, mas 3000 vjeç, sa të jetë ky Kur'an, të kuptojnë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka jetuar në një botë shumë të ngushtë, shkretir, deve dhe urma, dhe asnjë gjë për rreth tij, të flasi për fenomene të tilla, të kuptojnë njerëzit se është nga Zoti kjo punë dhe nuk është produkt i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po kjo nuk do të thotë që ka parashikuar çdo të kaluar, çdo të tashme dhe çdo të ardhme. Mund të ketë dhënë sinjale. Ka dhënë sinjale dhe bota her mbas here i zbulon këto sinjale. Thonë se kur të vdes një familjes, kur bën 51 ditë duhet shkohet te varrezat me hoxh, që t'i ndodhin atij disa lehtësime. Jo, s'është e vërtetë. A është haram që të bësh sebeb ndarje për një çift që janë në një martesë të ezauruar? Ku shihet ti më vëlla? Dhe ky që bën analizat e martesave ose kjo. Ja, gjë e pyetjen, edhe një herë. A është haram të bësh sebeb ndarje për një çift që janë në një martesë të ezauruar? Po ti kush je? Ti kush je? Që dolen në përfundimin se është ezauruar. Këta janë të rritur, këta janë koshient, këta janë në moshë përgjegjshmërie, dhe vendosin ata, është ezauru, po dum ta majmë edhe case, inshallah rigjenerohet prap. Çfarë problemi ka? Ç'të duhet ty me jetët e tjerëve, me martesat e tjerëve të ezauruara? Shif me tatën se ty po ti ke jotja për shalësh. Martesa jote, ti u mor me martesat e tjerëve, jenë të ezauruara apo jo, është ti ke jotja. Është duhet të fluturuar jotja. Ose për një çift që janë një lidhje jo serioze, prap. Halli madh me çiftet e tjera. Kur them unë këtë që këta njerëz nuk ka kush i arreston, s'ka kush i arreston, bëjnë qef, jetojnë për qef. O hoxh, një vajzë më do shumë dhe më ngacmon, por ajo është e lidhur me dikë tjetër. Unë nuk kam kthyer ngacmimin. Më trego çfarë të bëj. Je në rregull vëlla, halal zgjodh. Mashallah. Zotit nderoft, mos ja kthe vëlla, bëj blok. Çfarë janë këto lloj njerëzish? E lidhur ngacmon dhe të tjerët. Skam, nuk ka. Mora vesh që jam 8 javë shtatzën dhe faktikisht nuk po prizim shtatzani, po ja që ndodhin. Tani, doja të pyesja, a më lejohet ta abortoj fëmijën për shkak se kam anemi të theksuar, kam imunitet të dobët në prodhim të hekurit,
të ullet dhe jam me 9 peshë. Për momentin jam në emigracion dhe nuk po përshtatem as me klimën, as me ushqimet, e sfundi kam rënë 4 kg peshë për 1 muaj. A më lejohet që në këto kushte të abortoj fëmin? Pyet mjekun specialist. Nuk jam unë që jap fetva për këtë gjithë to muhabete. Nëse mjekësia thotë që duhet abortosh, se rrezikon jetën, aborto. Qëse mjekësia thotë që kjo është normale, çfarë problemi ka? Pa paguajnë ka 10.000 euro me ra 4 kg. Ti ke ra për shtatzanis, elhamdulillah, e bekume. Shtatzani e bekume, edhe me rënje peshe biles. Free. Pra edhe shtatzën, edhe të rënë nga pesha. Mashallah. Kështu që mos pyet hoxhën për këto muhabete. Nëse mjekësia thotë rrezikon jetën, atëherë veprosh tot mjekësia. Qëse mjekësia thotë është normale kjo gjë, dhe unë kështu ndoshta mendoj, sem specialist i fushës, vazhdo, Allahu ta boft marr. Hoxhi i nderuar kam bërë tekfir e sharive dhe maturidive. A mjafton që ti kërkoj falje Allahut për këtë që kam bërë, apo duhet ti drejtohem çdo maturidiu dhe e shariu në botë ti kërkoj falje? Jo, më s'ka nevojë. E para duhet me pas kujdes nga këto lloj frymash. Frymat që i bëjnë qafir musliman, se është kështu apo është kështu. Kështë e rëndë shumë. Muslimanët që janë ehli sunnet nuk lejohet me i shpall qafira. Kjo është rrezikshme. E rëndësishme personi e ka kuptuar këtë gjë, që është gabim, është penduar tek Allahu, kjo mjafton. Kjo mjafton. Kunati im ka ble shtëpi, është në punë, jeton normal, merr nga mundësive, por tani që ka ble shtëpinë, ai ka borxh. A ne lejohet që t'i japim zakat? Po, lejohet. Njerëzve në borxh mund t'u jepet zakat, nëse s'kan mundësi tjetër për të shlyr borxhin. Një femër që me bërë fëmijë ka shkuar tek një grua nga këto mjekësisë tradicionale që i lidh një copë në mes për t'i rregulluar mitrën apo diçka e tillë. Dhe kjo i ka thënë që nuk duhet të lahet 2 javë. Abdes mund të marrë, po jo larje komplet. Të marrë tejemum, nuk ka problem. Bile ne xhuman, këtë xhuma kishim një pyetje të ngjashme me këtë, edhe i tham përgjigje. Dhe ajo motra ishte një motër që u fal këtu kënea dite, dhe kur dolëm jashtë, thashëm nëse këtë motra është këtu sot më takoj. Ishte një motër, mashallah me shami, që rrotullonte mitrat e femrave për ngelje shtatzanie. Edhe ja kam marrë numrin e celularit asaj motrës, kështu që shumë mirë, elhamdulillah. Këto këshillat e mjekësisë tradicionale ose alternative ndiqen dhe është gjë e mirë, elhamdulillah, pozitive. Nëse kjo i ka thonë që nuk duhet të lahet 2 javë, mos të lahet, nuk ka problem. Të marri tejemum, të marri tejemum. A mund t'i arrin shqisat tona të kuptojnë vuajtjet që kalojnë njerëzit në varr? Jo. Edhe kjo është mëshira e Allahut për ne. Pejgamberi alayhis salam tha, vetëm frika dhe meraku se s'do t'i varroshit njerëzit tuaj, se do isha lut Zotit që t'ju tregonte se çfarë ndodh në varr. Është mëshira e Allahut kjo punë, është mëshira e Allahut kjo punë. Siç tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e më pastaj godet meleku, engjëlli, me një mitraka, me një varre e bërtet tha i vdekmi aq fort sa që e ngjon çdo gjallës përveç njerëzve dhe xhinëve. Tregojnë disa barim për Zotin. Duke kullot delet ose lopët apo afër varrezave. Ka pas një moment thotë që ikshin me vrap. Pastaj qetësoheshin. Allahu din më së miri. Pra Allahu xhallahu nga njerë jep sinjale për atë që ndodh në varre. Mund të ndodhë që dikush ti duket se çfarë ndodh. Për shkak ka pas njerëz që kanë parë varre duke u djeg, flak. Ama nuk ndodh në përgjithësi. Raste të rralla ndodh, siç thotë Sheikhul Islam Taymija, Allahu mëshiroft. Në ndonjë rast mund paraqitet, por në përgjithësi kjo është e fshehtë, gaib. Kam parë një emision para sa ditësh dhe po fliste një nga rojet e Enver Hoxhës, që dëgjonin britma tek varri i tij natën. Normalisht, çfarë ka bëu ai këtij populli, edhe mirë biles. A është ndaluar të mbash qendrim babait tënd ndonjëherë që debaton me të dhe pse? A është ndaluar të mbash qendrim
babës tënd dhe ndonjëherë të debatosh me të pasi ai pin alkol çdo ditë, dhe ndonjëherë dehet dhe ti mbash qëndrim, sepse nuk sillet mirë fare me nënën time. Dhe e çon atë në punë të rënda. Sprov kjo punë, elhamdulillah, duhet me e këshillu babën, po edhe mund të marrësh qëndrim me njëtin që inshallah po preket edhe po Allahu musta'an. E rëndësishme është që do të më qenë kujdesshëm, po edhe nënave duhet me i dalë mbrojtje nëse ekzistojnë njerëz të tillë cilët i dhunojnë apo a lejohet fëmijës vogël me ndryshu pampersin në dhomën ku është Kurani? Lejohet, s'ka asnjë problemi. Asnjë problemi nuk ka fetarisht. A lejohet të bëhet një gjilpër qenit për ta ngodhur nga që është shumë i smur dhe po vuan? Lejohet, nuk ka asnjë problemi fetarisht. Kemi qenë në një lidhje me një fëmijë që na ka lind tash 7 ditë. Dhe është në spital në gjendje koma. Doktorat na thonë që me anal dhe me heq aparaturat sepse ai ka vdek thjesht edhe pse i punon zemra. Po kam frikë se mos po bëjmë gjë. Ne faktikisht e kemi dhënë përgjigjen edhe më përpara, o vëllezër. Nëse mjekësia thotë që personi ka vdek, i ka vdek truni, lejohet si mbas Islamit hiqen aparaturat dhe nuk konsiderohet vrasje as mëkat as gjuna. Nëse thot mjekësia që ky ka vdek, po thjesht po rrin mekanikisht për shkak të aparaturave, duket sikur rrev zemra ose rrev zemra me kuptim, po nuk, atëherë lejohet, dhe për këtë ka fetva të Akademisë Fikut botërore islame. Kështu që lejohet, nuk ka asnjë problem dhe nuk quhesh mëkatar nëse e bën një gjë të tillë. Desha një shpjegim nga ana juaj çfarë them apo çfarë duhet bëjmë ne që ta nalim vllajin prej alkoolit. Dua Zotit, me e këshillu, me i thonë me shku në xhami. Nuk është se ka diçka formulë që po ta bëjsh atë la alkoolin ky, nuk ekziston. Kam një fëmijë dhe jam shtatzën, vjerës ja bëj të gjitha punët. Mirë, pa ajo më ofendon, më fsheh bukën dhe ushqimet. Që unë mos të haj. Burri e ka pa vetë, por thot çfarë mund të bëj unë. I pari që duhet arrestu në këtë skenë është burri. Ky duhet arrestu 7 vjet. I pari, e dyta që duhet arrestu në këtë skenë është kjo vjerra. Kjo duhet fut në burg 17 vjet. Edhe mundësisht i jepet një herë bukë në ditë, atje ke burgu. Që të vinë vete, të vinë mend pas 17 vjeç. S'janë, këta nuk janë njerëz, unë këtë lloj kategorie nuk e fus tek njerëzit. As vjerrën nuk e fus tek njerëzit, pas këtë qypin nuk e fus tek njerëzit. As ky s'është njeri, as ky s'është burr. Vallahi bilaj nuk është burr, pasha Allahun. Nuk është burr, nuk është njeri tamam. Ç'është kjo punë? Ore, ku jetojnë këta njerëz valla? Pasha Allahun janë pyetje reale që kanë ardhur. Vallahi bilaj, pasha Allahun. Këto janë njerëz valla. S'ka kush e arreston. U mush burgu plot po të isha unë. Të kisha gjë në dorë. Kështu që në këtë rast gruaja, kjo motra ose nusja ka drejt të kërkoj dalin vete, të jetoj si zonjë e nderuar. E ky të ri me mamin. Shkoj ca ditë ke mami, ca ditë ke gruaja. Muhabet buke në shekullin e 22. I zotin më. Kam probleme me prindrit edhe pse jam 35 vjeç i martuar dhe me fëmijë, kërkojnë patjetër të sillen në çdo drejtim sikur të isha adoleshent. Më imponojnë mendimet e tyre, më kritikojnë për çdo gjë. Dhe rrin vetëm duke përmend metat. Unë jetoj me ata pasi e ndjej detyrim kujdesin ndaj tyre. Ik me vlla dil në vete. Rria vlla në vete, merren me njëri tjetrin. Dil në vete, as mos i ngjoh hiç. Këta janë të smur, o vlla, këta janë të smur. Këta janë të smur.
Shqipe vëlla jetën tata, ai martu me fëmijë ti akoma ke koka. Pse I ke vesh çorapet mrapsh? Akoma tu pa çorapet si I ka vesh çuni. Pse I ke pre flokët më shumë se herën e kalume? S'ka. Që dilën vete, jeton vete, kur t'u vi menja këty në ktheu prap, po leje herë t'u vi menja. Kam një pyetje, kam dëgjuar që është një kulovallaj I gjarprit. Po, edhe I kulovallaj I luanit, edhe I kulovallaj I tigrit, edhe I kulovallaj I akrepit. Dhe më thoni dua, e ke parasysh ka I dua kundra gjarprit. Nuk ekziston këto gjëra, jo. Po, nëse njeriu fal namaz, bën dhikrin, bën atë lutjen që thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush thot 3 herë, a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, dhe rrin në një vend, sa të çohet për atij vendi s'ka për ta dëmtuar asgjë. Po, kjo është e saktë, po kur vallahi gjarpri nuk ka as në përke. A është ndaluar të mbahen arush pellushin në shtëpi për fëmijët? Ose rrobat e fëmijëve që janë me skajgjë, për fëmijët ka tolerancë, për fëmijët ka tolerancë. Sa ajete duhet themi nga një sure që të jetë I vlefshëm namazi, qoftë edhe një ajet, qoftë edhe pas sure fare, vetëm Fatiha në rendin ruku, namazi është I saktë. Unë çdo namaz, çdo sejdë lutem shqip për vete, për fëmijët, për familjen e tjerë. Pra nuk ka asnjë sejdë pa bërë dua. A është kjo e saktë? Mund të lutet njeriu në gjuhën shqipe në sejdë. Për çfarë doja ai, nuk ka asnjë problemi fetarisht. Në mendimin më të saktë dietarëve, se ka I mendim që thotë s'bën. Çfarë mund të bëjmë me një Kur'an I cili është shumë I vjetër, I janë ngrisur fletët dhe nuk lexohet mirë? Kam frikë ta djeg. Po mirë, ballcamose, futë kështu. Në raste të tilla, ose digjet, ose groposet. Ose digjet, ose groposet. Kështu që nuk ka problem fetarisht. Nëse udhtoj nga Shkodra në Ulqin, a mund t'i kem lehtësimet e udhëtarit? Po, mund t'i kesh. A mund ta fal vitrin gjatë periudhës verës vetëm një rekat pasi jacia shumë vonë dhe jam shumë I lodh ose e lodh? Lejohet, s'ka asnjë problemi, po unë nuk besoj se aty më ke vitri kputesh fare se. Po si jeton ti gjatë ditës? Si jeton gjatë ditës? Hiç fare. Të vrapu mas dynjas. Kur vjen puna për të fal vitrin, Allahu, vetëm e ka vdikja. Po mirë ti deri tani çfarë bone për shembull? Çfarë ishte duke bë? Aty shejtani ta rënon vitrin, më thuti që o Zoti më. Here ka ta hiç për të shpejt se vdikja. Në mungesë marrëdhënie seksuale me gruan, a është e mundur të shkojnë sy tek tjerat pa dashje? Është e mundur, është e mundur. Prandaj gjej zgjidhje këtij muhabeti, se nuk zgjidhet tu pat hujat. Po rregulloj muhabetet me gruan tate dhe ktheu në normalitet. Jam shumë keq, luaj bixholl shumë, kam vite që luaj dhe nuk heq dot dorë, edhe pse dua me gjithë shpirt. Kjo nuk është e sinqert si pyetje. Pasha Allahun, kush është I sinqert që do me heq dorë prej drogës, prej bixhozit, prej alkoolit, prej immoralitetit, prej çdo gjëje. Pasha Allahun, të lidhet fort me Allahun, të vinë në xhami, të ndroj shoqërinë, të jetë namaz për namaz në xhami, të largohet asaj shoqërie që e çon tek harami, pasha Allahun Zoti ja heq si me dorë. Po ti nuk mund të heq dorë për bixhozit, tu u taku për ditë me ato shok. Nuk mund të heq dorë për drogët, tu u taku për ditë me ato shok. Ti nuk mund të heq dorë për immoralitetin, tu u taku për ditë me ato lloj shoqërie. Nëse je I sinqert, pendohesh. I thua Allahu Zot jam I dobët, më jep forcë. E treta, fillon namazin, fillon xhamin, ndrosh shoqëninë,
pasha Allahun, vallaj bilaj, diun njerëz të bixhozës, drogët, alkoolit, pasha Allahun, si me dorë, pasha Allahun. Pse? Sepse kanë qenë të vendosur, e kanë pas dëshirën, kanë pas vullnetin, kanë bo pyzmetin, ja kanë bo sebepin si shduhet, pasha Allahun kanë ndryshu, pa ilaçe, pa gradualisht pas i gjo, aga i Zoti si me dorë. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata që mundohen në emrin e Allahut për hartër të Zotit me bë diçka, ja liron Zoti, ja çliron Zoti situatat. Pra më mjafton që njëu të jetë i sinqert, të ketë dëshirën, të ketë vullnetin, të bëj përpjekjet, ja lehtëson Allahu xhel xhelalu çdo gjë. A ka ndonjë orar fiks? Se kur falet namazi i natës, jo. Nëse njeriu është tip gjumashi, e fal në fillim. Nëse ai mund të komandojë gjumin e tij, e fal në fund. Pra e rëndësishme është që me e bë edukat. E rëndësishme është me e bë edukat. A lejohet të mbjellim diçka tek varri? Jo, nuk lejohet. Varri dihet ashtu siç është ai. A bën më ulim me raki kur vritesh se një vëlla musliman thonte bën, s'ka problem. Në rregull është ai vëllai, në rregull është ai. Përdorimi i jashtëm nuk ka asnjë lloj problemi. A lejohet me ngrënë zorët e bagtis të therrur me bismillah? Mshoj. Kukurec, kukurec ose byrek, s'ka problem. Zekatin duhet ta jap vetëm për këtë vit apo edhe në vitet e tjera? Sa herë të vi viti dhe ti e ketë plotësuar kuotën minimale, duhet me dhonë. Vjera ime po fol fjalë shumë të këqija për mua tek njerëzit e tjerë, po janë fjalë të pavërteta dhe unë e kam marrë vesh dhe i kam treguar dhe burrit tim, se ajo më përzihet dhe në fëmijë, xhelozon shumë kur i dua fëmijët e mi, ajo xhelozon shumë, nuk ka dëshirë që vajzës time t'i them fjalë për gdhel, se i pengon kjo gjë sepse xhelozon shumë. Xhelozon në kuptimin ka zili. Dhe për këtë arsye unë nuk jam e kënaqur të i them burrit që ta ndaloj nënën e vet, sepse nuk mundem me duru, mirëpo burri më thotë nuk kam çfarë t'i bëj. Patjetër që burri duhet ndërhyjë në këtë lloj situate, patjetër që duhet ndërhyjë. Ose është ai rasti që themi në Islam i lejohet gruas apo nusës që të kërkojë daljen vete, sepse nuk mund të jetohet me këtë lloj njeriu. Me këtë lloj njeriu nuk mund të jetohet. Të shpifet kanceri, të shpifet veremi, të shpifet të plas mëlçinja, me këtë lloj vjerre të shpërthen mëlçinja. Kështu që ka të drejtë në këto lloj rastesh, gruaja të kërkojë të dalin vete dhe është në rregull, s'ka asnjë lloj mëkati. Dhe vjera pastaj të merret me macet. Nëna ime ka filluar të falet, mirë po ne nuk mund të jemi në të gjitha kohët në shtëpi që të falemi bashkë me të dhe mendova të i blej një sixhade elektrike, nuk lejohet. Sixhadja elektrike që hypen falsi mbi do të fali sabahun, shtyp me kom, tak sabahun dhe fillon ai qyllimi fluturues duke falë sabahun, nuk lejohet fetarisht. Sepse nuk lejohet në Islam që të jetë Kur'anin nën këmbë të njeriu. S'lejohet. Po si t'ja bëj? Pa avash valla me flet, me letra kena mësuar të gjithë. Të veshim letrën përpara, lexojshim. Çfarë problemi ka? Derisa të mësohet. Imami i xhamisë ku unë falem, u bë 8 vjet që nuk vjen për namaz sabahut. Po ka dhe raste që nuk vjen për ile se i dalin xhenaze apo ka punë tjera. Po edhe për ikindi zakonisht nuk vjen sepse është kohë pushimi. Ky imam duhet arrestu, ky duhet denoncu. Po pat institucion fetar që i kontrollon këta njerëz. T'jape vëlla drejtin, pse më vëllai, puna e imamllikut nuk është ku diun ofiq. Nuk është titull që e man njeriu kot. Imamlliku është amanet, është përgjegjësi. Një imam që s'del 8 vjet për sabah, ky duhet arrestuar urgjentisht.
Do të denoncu në prokurori, do të fut në burg. Ose t'japi dorëheqjen vëlla. T'japi dorëheqjen, të fut vi tjetër vëlla. Liroje vëlla vendin në rinis. Ka çuna të ri që kanë marrë shkollën, mashallah, dap për atë punë. Liroje vendin vëlla. Thot 8 vjet që s'vjen për sabah. Për i le xhenaza ose punë, sa u bon? 2. Vikendia robi do të pushoj, më çik sa shlodh gjithë ditën, po do të flej çik gjumë. 3. Po ky e ka haram rrogën më, pashallah. E ka haram rrogën. Se nuk është haram vetëm me hongër mish derri. Nuk është haram vetëm me pi alkol. Edhe ky lloj veprimi i këtij kolegut tim, pse i bie që me pas koleg, jemi koleg bashkë. Është haram, ky çon haram në shtëpi. Njësoj si kur me hongër mish derri, leku që çon ke shtëpia prej imamllikut është sikur me hongër mish derri, pashallah. Për Zotin, ç'është kjo punë shumë vëlla? Urgjentisht të denoncohet. A ka Zoti të preferuar nga njerëzit apo jemi të gjithë një lloj tek ai? Nëse jemi të gjithë një lloj, pse ekzistojnë tendenca për të dukur para tij? E nëse ka të preferuar, a nuk është kjo e padrejtë ndaj të paditurve që e kanë njohur atë me vonesë? Në çdo vend dhe ku do vlerësohet kush? Eksperienca. Normalisht nuk mund të jetë dikush që ka 50 vjet që e vën ballin sejdë, si dikush tjetër që ka një javë, nuk mund të jenë valla. La yastawi minkum man anfaqa qabla al-fathi wa qatal. Si tha Zoti, nuk janë njësoj, tha, ata që kanë dhënë sadaka para shërimit Mekës, kanë bërë luftë para shërimit Mekës, me ata që e kanë pranuar Islamin mas shërimit Mekës, por nuk mund të jenë njësoj. Nuk mund të jetë njësoj një musliman i 90-s me një musliman 2024, nuk mund të jenë njësoj. Nuk mund të jenë njësoj. Këto vite këtij njeriu ku i kanë shku? Nuk është puna preferenca, është normale, kështu funksionon kudo. Po, ka mundësi që njëri që është i ri t'ia kalojë njëri që mund të ketë 70 vjet në Islam. E kupton fenë, e kupton besimin, i përkushtohet, ndërsa ky tjetër e ka marrë me piano gjithë jetën, piano, vazhdon ky, piano. Është muhabet tjetër ky. Po që vlerësohet, vjetërsia vlerësohet. Ai sahabiu boni tradhti ndaj pejgamberit alayhis salam gabimisht, nuk ja humbi Zotit kalumën, çfarë i tha? Është i Bedrit ai. Kush ka prezantuar në Bedr ja ka fal Zoti. Edhe tradhtin, po edhe tradhtin ja ka fal. Pse se ka prezantuar në Bedr? T'japi shembull. Mund krahasohet Islami ynë me Islamin aty në pleqëve që kanë hap xhamin të parët, që kanë rrezikuar jetën e tyre, jetën e familjeve dhe gjithçka, se ishin gjëra të paqarta, janë çu me hap xhamia. Mund krahasohet se dikush tha, ti isha në kohën e vetë, kisha futur diplomë ti. Po falendro Allahun që s'ke qenë në atë kohë, pasha Allahun. Falendro Allahun që s'ke qenë në atë kohë. Se ti mund të ishe i komunist shembullor. Ti mund të ishe një komunist o zot. Ti isha unë në atë kohë, qarë thutin, ti ishe, përrera, elhamdulillah s'ka sprovu Allahu me qenë në atë kohë. Si tha njëri për sahabëve, tha ju sahabët, apo kisha qenë unë të në kohët pejgamberit, tha falendro Allahun, tha që s'ke qenë në kohën tonë. Se i Zotit diku ishe rreshtu, ti ishe në kohën tonë. Jahve, një si emër i Zotit, thuhet nga studiues të judaizmit se është emër tetë i veçantë sepse nuk ka zanore dhe sipas disa gjuhëtarësh JHWH me fjalë është imitimi i frymëmarrjes. Çfarë interpretimi ka Islami për këtë emër? Nuk ekziston ky emër në emrat e Allahut në fenë tonë. Ne kemi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, El-Muhyi, El-Mumit deri në fund, po nuk ekziston ky emër nga emrat e Allahut dhe mund të ketë qenë në atë gjuhë të atij profeti apo të atij populli emër për emrave të Zotit, po në gjuhën në
si me thënë, përkthimi në Islam nuk është nga emrat e Allahut, pra që mund t'i lutesh Allahut me këtë emër, por ne kemi emrin Allah, që është emri i thënë nga të gjithë pejgamberët e Zotit. Si komentohet të shohësh me vëmendje ngjarje të ndryshme që të ndodhin në jetë dhe t'i atribosh ato si komunikimi i Zotit me ty. E kjo është a është të jesh delirant apo vërtet komunikon apo me të vërtet komunikim për Allahun? Normalisht Allahu me çdo individ ka raportet speciale, ka raportet përgjithshme, shiu, breshri, dimri, dhe ka raporte speciale. Çdo njeri ka, si me thënë, dosin e vet me Allahun, raportin e vet me Allahun. Po tani ta analizosh çdo gjë si kur po komunikon s'po komunikon. Kjo është për mendimin tim diçka e tepërt, por njeriu duhet të eci natyrshëm, duhet të veprojë natyrshëm, duhet të eci në rrugën e Zotit,